Tirana ka triumfuar me rezultatin 3-2 ndaj Vllaznisë në sfidën e luajtur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishit të Shkodrës. Në fakt ishte një ndeshje e bukur e luftuar fort nga të dy skuadrat, por në fund triumfoi Tirana. Bardheblut e nisën më mirë ndeshjen dhe si rrjelloja arritën të fitojnë setin e parë me shifrat 25-18 dhe më pas edhe të dytin 25-15, duke krijuar përshtypjen se do ta mbyllnin shpejt atë. Megjithatë, volejbollistët kuqeblu të drejtuar nga trajneri Artan Kalaja do të ktheheshin në lojën e tyre në setin e tretë. Një set ky që kishte në dorë fatet e ndeshjes me miq që kërkojnë ta mbyllin ndeshjen me fitore 0-3, ndërsa Vllaznia me një fitore të këtij seti për të rihapur ndeshjen. Kuqeblut fitoi 25-17 duke ngushtuar rezultatin e seteve në 1-2. Entuziazmi i setit të tretë në kampin kuqeblu vijon edhe në setin e katërt, ku Vllaznia del përsëri fituese, këtë radhë 25-20, duke barazuar rezultatin e seteve në 2-2. Kështu për të fiksuar ekipin fitues të kësaj ndeshje duhet të luajë seti 5 finali ndeshjes. Në këtë set kishte rivalitet të madh që u shfaq në fushën e lojës dhe kjo bëri që rezultati të barazohej pikërisht në shifrat 15-15, duke kërkuar pikët shtesë për të fiksuar ekipin fitues. 2 pikët e fundit shtesë takojnë Tiranës, e cila fiton setin e 5 15-17 dhe të gjithë ndeshjen me rezultatin e përgjithshëm me sete 3-2. Tashmë 2 javë përpara përfundimit të fazës së dytë të kampionatit, Vllaznia ka arritur të grumbullojë vetëm 10 pikë dhe ndodhet e pozicionuar në vendin e 6 të renditjes.